Të nderuar shikues, përshëndetje, po takohemi në këtë edicion të drejt për herë të 25 me radhë të transmetimit të vazhdimit të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Edhe sot, deputetët e Kuvendit pritet të mblidhen për vazhdimin e seancës konstituive, ku do duhej të zgjidhej kryetari i Kuvendit dhe nënkryetarët e këtij institucioni legjislativ. Ashtu si vendosi kryesuesi i seancës, deputeti më i vjetër Avni Dehari, në seancën e së shtunës, deputetët do të bëjnë përpjekje për të votuar komisionin për votim të fshehtë të kryetarit të Kuvendit. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar antarën e këtij komisioni, ashtu sikurse edhe disa parti të tjera jo serbe, por një gjë të tillë refuzojnë ta bëjnë partitë e tjera si PDK, LDK, AAK e Lista Serbe. Këto parti nuk po marrin fare pjesë në votim, me arsyetimin se është kundër rregullores së Kuvendit që procesi zgjedhjes së kryetarit nga procesi me votim të hapur të ndryshohet gjatë procesit e të kalojë në votim të fshehtë. Ndërkohë, në të gjitha rastet deri më tash, lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve të datës 9 shkurt ka propozuar për kryetare ministrën në dorëheqje të drejtësisë dhe deputetën Albulena Haxhiu, e cila në të gjitha përpjekjet ka dështuar të marrë së paku 61 vota. Sidoqoftë, Radio Televizioni Publik i Kosovës do të sjellë drejt për drejt të gjitha zhvillimet në Kuvend përmes transmetimit të drejt për drejt brenda sallës plenare, por edhe nga ekipet tona, me gazetarët Arlinda Sejda e Elmina Osmani, që ndodhen në Kuvend dhe do të përcjellin sigurisht nga afër të gjithë përpjekjen e Kuvendit Kosovës për të konstituuar. Nderuar shikues nga regjia, më bëjnë me dije që në këtë moment e kemi kolegen Elmina Osmani, njëkohësisht edhe Arlinda Sejda, e cila do të na japin detajet nga kjo ditë. Përshëndetje Elmin, përshëndetje Arlind. Nga regjia më bëjnë me dije që duhet ta filloj me Elminën. Elmin, nëse më dëgjon, si është atmosfera sot në Kuvend? A kanë filluar deputetët të vinë në sallën e Kuvendit? Përshëndetje edhe për juve në studio Djelza dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë, si që thatë edhe ju, sot është hera e 25, kur deputetët e Kuvendit të Kosovës do të përpiqen të bëjnë konstituimin e plot të Kuvendit, pasi që deri më tani kanë kaluar vetëm 2 pika të rendit të ditës. Ajo për verifikim të mandatet dhe betimi i deputetëve. Ndërkaq që kanë ngecur te pika e 3 e rendit të ditës, kjo seancë e nisur me 15 prill, te pika e 3 pra për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Lëvizja vetëvendosje këmbgul në emrin e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare, derisa partitë tjera PDK dhe AAK e kundërshtojnë këtë emër, duke kërkuar një emër tjetër nga lëvizja vetëvendosje, derisa LDK deri më tani qëndrimin e ka të prerë, ku thotë se nuk do të votoj asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Ndërkohë, 16 herë radhazi ka dështuar të formohet një komision, të cilin e ka paraqitur kryesuesi i seancës Avni Dehari, duke kërkuar një komision për votim të fshehtë. Pra, ka kërkuar nga të gjitha partitë politike që të propozojnë kandidatët për këtë komision, antarët për këtë komision, ndërkaq që partitë nuk kanë propozuar, derisa e kundërshtojnë edhe këtë votim të fshehtë, pasi që sipas tyre kjo është një pikë e re e rendit të ditës dhe nuk do të duhej të futej në mes të kësaj seance, e cila pra ka nisur më 15 prill. Do të shohim se çfarë do të ndodhë sot. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë filluar të mblidhen në sallat e partive të tyre, pra në brenda Kuvendit të Kosovës, ndërkaq në ora 10:30 do të duhej që në kohën e caktuar që është përcaktuar të nisë kjo seancë, do të duhej të nisë pra në 10:30, por nga praktikat e mëhershme kemi parë që seanca është shtyer edhe me gjysmë ore vonesë. Domethënë ka nisur kjo seancë edhe me gjysmë ore vonesë. Ende nuk kemi sot për sot, tani për tani, ndonjë qëndrim se a kanë ndryshuar qëndrimet apo si qëndrojnë partitë politike, ndoshta lëvizja vetëvendosje, a do të ketë ndonjë ndryshim, a do të ketë emër të ri, apo si do të ecë tutje kjo seancë, por ato do të jemi këtu për t'i diskutuar gjatë ditës. Një emër i përfolur ka qenë Fatmir Lima i Nismës Social-Demokrate, ku ka pasur disa takime
me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin e detyrë Albin Kurti, mirë po ai ka kërkuar që të ketë një zgjidhje kjo situatë, pra tani të dilet nga kjo situatë me një zgjidhje politike, por siç duket deri më tani ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje për të kaluar pika e tretë, pra zgjedhja e kryeparlamentarit, e cila do t'i hapte rrugë pastaj konstituimit të plotë të kuvendit, zgjedhjes së nënkryetarëve dhe formimit të qeverisë, pra formimit të institucioneve të reja. Do t'jemi këtu për t'ju njoftuar për të gjitha të rejat nga holli i kuvendit të Kosovës, kaq sa i përket kësaj linje. Po Elmin, faleminderit për këtë paraqitje dhe për gjitha informacionet që na i solle në këtë moment. Sigurisht do të kemi rast të lidhemi përsëri bashk, derisa edhe kuvendi të konstituohet apo jo, do t'jemi këtu. Shkojmë tek kolegja Arlinda Sejda, e cila është jashtë në oborrin e kuvendit të Kosovës, e sigurisht do ta tregoj edhe ajo përshtypjet. Arlind, përshëndetje, nëse më dëgjon. Si është atmosfera jashtë në kuvend sot? A janë duke ardhur deputetët për në seancë apo jo? Nëse flasim për atmosferën, atëherë mund të themi që është pak më e zymt, sepse nuk shohim një numër të deputetëve që është duke hyrë nga kjo hyrje, sepse është numër i pakt që e kanë zgjedhur hyrjen mbrapa kuvendit për të futur në sallën plenare. Disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës tashmë kanë arritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu nga lëvizja vetëvendosje, derisa pritet të arrijnë edhe deputet të tjerë për të marrë pjesë në vazhdimin e kësaj seance plenare. Sigurisht përderisa nuk është një numër i madh i tyre, siç e thash, që kanë ardhur deri më tani, nuk kemi as qëndrime nga ana e tyre, përveç se Faton Peci ka deklaruar që vazhdojnë ta kenë një, nëse mund të thuhet, ide për bashkëpunim me nismën social-demokrate dhe shohin si partner të mundshëm, por tha se nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje sa i përket konstituimit të kuvendit, e që deri më tani është përfolur që zotri Limaj mund të jetë kandidat i mundshëm për kryeparlamentar. Është deklarimi i vetëm që e kemi pasur deri më tani nga hyrja mbrapa kuvendit, e siç duket edhe gjatë ditës së sotme ardhja e deputetëve po vonon, gjë që do të bëj edhe vonesën e nisjes së vazhdimit të kësaj seance plenare. Ashtu siç kanë deklaruar deri seancën e kaluar, siç duket nuk ka ndonjë qëndrim nga asnjë nga partitë politike, sepse e shohim që gjatë ditës së sotme nuk kanë në fakt as disponim, nëse mund të themi, për të ndalur para gazetarëve dhe për të dhënë ndonjë qëndrim apo opinion të tyre sa i përket vazhdimit të seancës së sotme. Siç e dini, aty ku ka mbetur tek zgjedhja e kryeparlamentarit, po tash e sako lëvizja vetëvendosje po kërkon përmes propozimit që të krijohet një komision i fshehtë për të hapur rrugë pastaj për zgjedhjen e kryeparlamentarit, po që nuk po përkrahet nga partitë tjera të cilët nuk po propozojnë antar për formimin e këtij komisioni, e në këtë mënyrë edhe po dështojnë vazhdimet e seancës së parë, e që tashmë po mbahet për të 25 herë. Herën e kaluar, nëse i kthehemi seancës së fundit nga qëndrimet dhe deklarimet e deputetëve që kanë hyrë nga kjo hyrje, kanë deklaruar kryesisht shumica prej tyre që një lexim, një opinion i kushtetuesës lidhur me këtë pikë ndoshta do të hapë rrugë pastaj edhe konstituimit të kuvendit, sepse të gjitha partitë kanë deklaruar që tashmë po e presin kushtetuesën për ditë dhe për të pas më të qartë se... Na muj me që antarën e komisionit për shpëdojnë këta tjertë me që kemi dhonë opcion më bo qeverit opozitës, nuk dojshin dhe dëkeja, si kem numrat. Apo pëtën, në këtë situatat kemi dhonë opcione për bëdal
Po që kam ju bo që këta tjerës për Duke parasysh se tash e 24 herë është duke dështuar pra zgjedhja kryetarit të kuvendit dhe në këtë rast edhe ka ndërguar në gjykatën kushtetuese këtë lëndë. Realisht, cilët mendoni se do të jetë qëndrimi i gjykatës kushtetuese dhe a presni që të ketë ndonjë ndryshim në këtë rast? A shpresa e vetëm e gjykata kushtetuese për gjithë këtë bllokim që po i bëhet kuvendit Kosovës? Po, shpresë është edhe për ata e kemi dërgu, se na e kemi dërgu, do me thonë edhe këtë opcion na e kemi bo. Pas taj mbetet edhe presidenti jam iftu edhe njëherë, mos jënë pjek politikisht, këta njerëz edhe me dalë për kësaj situate. Nuk e di se nuk muj me parashiku kur gjohesh. Do me thonë jam për me zgjedh këtë situatë, kjo është bo edhe monotone. Po sa mendoni se po i bëhet dëm vendit nga ky bllokim që po i bëhet kuvendit Kosovës? Normalisht që kur nuk funksionon kur gjohë, prej njerëzve zgjedhën, që nuk e binë porosin e elektoratit vetë, edhe gjithë Kosova, këtë jemi të mërzitur, edhe pas taj fondet, edhe gjitha këto, kemi hupë shumë, do të hupim prapë, por shpresoj që do t'i bjen men dikuj që jemi zgjedhë, duhet me bo zgjedhë, na duhet me bo. Zoti Berisha, ka ndonjë tentim brenda këtyre 48 orëve, se çdo 48 orë po caktohet seanca. Gjatë këtyre 48 orëve që po e keni një farë një kohë për të, ndoshta për ndonjë marrëveshje, për ndonjë diskutim, apo diskutoni me parti tjera politike se qysh me dalë për këtij ngërçi apo çfarë Po na po bisedojmë që tu këtë kohën jemi të dhënë për opsione për me dalë për kësaj situatë. Do me thonë, është, nëse ly parashikimi nuk muj me dhënë. Jemi për me dalë për kësaj situatë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu dhe deklaratën në hollin e kuvendit të deputetit të Aleancës për Ardhërinë e Kosovës Beg Berisha me akuza e deklaratë të qëndrimit të Aleancës për Ardhërinë e Kosovës rreth mos konstituimit të kuvendit dhe se si realisht Aleanca apo edhe deputeti Berisha është të nevojshme apo vendimtare edhe vendimin e gjykatës kushtetuese rreth kësaj çështje. Ne sigurisht do të jemi këtu drejt për drejt duke ju lënë me pamje të drejt për drejta nga seansa konstituive e Kuvendit të Kosovës apo tentimi i 25 me radhë të konstituimit të kuvendit. Shkojmë edhe njëherë tek Elmina Osmani, e cila është duke intervistuar deputetën e PDK-s Blerta Deliu Kodra. Shqiptarja dhe paraqytetarëve të Republikës së Kosovës që kuvendi kaq kohë pas mbledhjes së parë konstituive vazhdon të ketë situatën e njëjtë. Nuk pres se sot do të ketë ndonjë epilog tjetër përveç zhvillimeve që i kemi pa 2 ditë më herët. Shpresoj shumë që lëvizja vetëvendosje më në fund të filloj dhe të mendoj seriozisht për mënyrën se si ta nxjerrë kuvendin nga situata e bllokimit dhe marrjes peng të institucionit më të lartë në vend. Gjatë këtyre 48 orëve, a jeni mbledhur me partinë, a keni diskutuar, çfarë po bën PDK, do me thonë këtë kohën kur s'po ka seancë, për shembull çdo 48 orë po kemi vazhdim të seancës, çfarë po bën PDK, ka pas përpjekje ndoshta edhe me parti tjera, të cilat kanë qenë më herët në opozitë apo edhe me partinë fituese, mos keni pas ndonjë takim, çfarë po bën PDK kryesisht në këto 48 orët që po është në fakt? PDK i ka propozuar alternativat e saj, ne kemi bërë përpjekje prej përfundimit të zgjedhjeve që dalim nga ngërçi politik, qoftë në kërkesat ose më mirë të them thirrjet që i kemi bërë të Partisë Demokratike të Kosovës në takim me përfaqësues të forcave tjera politike, takimi i fundit, takimi me vetë zotin Kurti, takimi i ftuar nga presidentja, këto kanë qenë përpjekjet tona të parishtura që t'i hapim rrugë deblokimit ose më mirë të them konstituimit të kuvendit të Kosovës. Natyrisht që ne kemi si subjekt politik detyra dhe obligimet tona. Sot do ta kemi një mbledhje të kryesisë dhe do të diskutojmë natyrisht edhe për procesin e zgjedhjeve lokale. Dini që Kosova së shpejti do të futet edhe një fazë të zgjedhjeve lokale dhe shumë e rëndësishme që si subjekt politik të dalim me kandidaturat e duhura dhe të fillojmë edhe këtë proces legjitim, sepse Kosova nuk meriton një bllokim të tillë në institucionin më të lartë të vendit. Tashmë 16 herë ka dështuar edhe formimi i një komisioni. Jeni shprehur kundër këtij komisioni? Komisioni, ne përpresim vendimin e gjykatës kushtetuese, e dini që ka një kërkesë tashmë të deponuar me kërkesën e Aleancës për Ardhërinë e Kosovës, e cila do të qartësoj
formën e votimit, nëse votimi i fshehtë ose përpjekja për ta ndryshuar votimin do të jetë në përputhje me kushtetutën ose jo, çfarëdo që do të jetë vendimi i kushtetueses do të jetë mas lehtësuese edhe për ne, por unë më shumë e shoh si një përpjekje për të mos thënë që po bie nuk po votohet zonja Haxhiu, por nuk po votohet komisioni, sepse në të kundërtën do të kishim 25 seansa të dështuara me kandidaturën e zonjës Haxhiu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë Djelza ishte deputetja nga Partia Demokratike e Kosovës, Blerta Deliu, e cila dha edhe opinionin e vet, pra qëndrimet e PDK-s janë të qarta dhe vazhdojnë të jenë të njëjta, ku sipas saj nuk votojnë Albulina Haxhiun dhe siç e dëgjuat edhe komisionin po e vlerësojnë si përpjekje për të mos të dështuar në një farë forme emri i Albulina Haxhiut për të 25-ën herë. Kaq sa i përket kësaj linje, do të jemi këtu për të marrë dhe prononcime të tjera nga deputet të tjerë. Të presim këtu edhe nga partia fituese Lëvizjave të Vendosjes nëse do të kemi ndonjë opinion të tyre sa i përket seancës së sotme, pra seancës për konstruimin e kuvendit e cila pritet të mbahet për të 25-ën herë radhazi. Po Elmin, faleminderit për këtë lidhje e do të kalojmë të ndëruar shikues nga hyrja e kuvendit, ku atje kemi kolegen Arlinda Sejda, e cila sigurisht do të na japë shumë detaje. Arlind, po e kaloj linjën tek ju për të na dhënë më shumë detaje. Apo shihet deputetët duke ardhur edhe kriju. Ja, ta ndjekim një deklarat nga zotri Lutfi Aziri. Që pres një sot, është hera 25 që po mdjedhin kuvendi, a pritet me zgjidhje ndërsh politik? Si çdo herë tjetër, fatkeqësisht, një ditë po, një ditë jo, po përsëritet, po replikohet krejt situata e njëjtë, mungesa e një vullneti politik për të gjetë një zgjidhje të shpejtë politike, tashmë është bërë pavlefshme me përmend. Jemi vonë, është bërë neverike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë. Nuk ka të bëjë për mua edhe për LDK në emri përveçëm, ka të bëjë parimi, mënyrë që konstruimi më finalizu, sa më shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjente, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Me vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për nënë shkurtit e pa mundësën me mirëmbajtja, kujdestaria në qeveri edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe minister nuk funksionon, nuk është e drejtë, nuk është legjitime, bën këtë vend që me pauzu, edhe ashtu kemi ra begi poshtë, me pauzu shumë poshtë, në fund të ndekot është begi vështirë për njerëz. Ordja çdo ditë, çdo herë, çdo ftesë ne kemi përgjegjë. Reagimi jonë është politik, ne kemi marrë pjesë vazhdimisht në votim, nuk kemi shkaktu kur gjë tjetër që partia parë do të thonte është dalë pengesë. Por ne nuk kemi mekanizëm votues sipas dëshirave të partisë parë, as patericë, e cila krijon çdo situatë me debloku dikon që s'ka vullnet me punu. Roli jonë do të jetë konstruktiv, ne jemi shumë konstruktiv, ne kemi bërë qartë në 2 letrat që zoti Kurti e ka ftullet e kanë për partneritet, që ne kemi këtë pozitë që nuk e ndryshojmë, nuk do të me humbë kohë me ne ma shumë. Kështu që gjithçka ne kemi qenë konstruktivitet plot, edhe me bon sens, edhe me angazhim, edhe me sjelljen tonë politike, po i kontribuojmë kësaj qetësie fatkeqësisht po mirëmbahet nga zoti Kurti, nuk po punohet për me debloku. Nuk ka të bëj me emën përveçëm, ne kemi thonë për fillimit kuftone, nuk ka të bëj me emën përveçëm. Është drejtë e fitume, partia parë ka fitu, ne ta propozon që ata që donë me propozuar. Po nuk ka të bëj me neve, nuk ka marrëveshje, me vetë faktin që s'ki marrëveshje politike për qeveri e mon arsyetimin të bllokimi i kuvendit. Nëse i duhet zonja Haxhiu arsyetim për shkak që nuk po mund me ndërtu qeverinë, është problemi tyre, nuk është problemi joni. Por për ne emni përveçëm është çështje që partia parë ka fitu e ka propozu, let punojnë tash, ashtu si që kanë propozu, do duhet me zgjedh, do të me punu me zgjedh njerin.
Një arsye sipas kurtit që opozita nuk po e voton Arbilena Haxhiun është që jeni patriarkal. A qëndron që kjo ka nisë me terma për shkak të në bazën e asaj që ka thënë në ditën e shpalljes së rezultateve se Hajvan. Ky vend, kjo republikë ka dhënë emra të fortë grave në politikë. Edhe zojave që kanë qenë të zgjedhura dhe që kanë fituar dhe kanë udhëheq. Për rastin specifik, LDK ka votu 2 gra presidente, por si pas një marrëveshje politike. Edhe në të 2 rastet nuk është mbajt fjala LDK-s. Nuk është mbajt fjala, por ne kemi votu për agjendën e Republikës, për nevojat të zhvillimit Kosovës dhe kemi përballu. Edhe në rastin e parë të zonja Jahjaga, edhe të rasti i fundit të zonja Osmani Sadriu, ne kemi dhënë kontributin tonë konstruktiv, votën tonë politike, kemi debllokuar situatën, edhe kemi ecër para, kështu që nuk e di ku mundet me zgjedhë, kemi dhënë emra si Nekibe Kelvendi, apo Edita Tahiri më herët, dhe shumë autoritetet tjera që në politikë kanë qenë zonja dhe lidere në politikë bërje. Tash me ardhën këtë kohë me thonë që partitë politike në Kovend kanë probleme me përfacimin e një grua është edhe shumë keq, edhe shumë rënë, edhe shumë larg ka shku me këtë punë. Ma larg se me ato Hajvan? Po nuk ka të bëj, dëgjoj, deri me 9 shkurt, në fushat, zoti Kurti ka zgjedh fushat negative. Zoti nuk u ka në risi, që 20 vjet në politikë zoti Kurti ka bë fushat negative. Ka përdor çdo mjet konvencional dhe jo konvencional, jo politik, jo të lejushëm shpeshher, për qëllime politike, kështu që s'ka qenë risi për mu. Zgjedhja fjalëve ofenduese, ma pak apo ma shumë me rëndësi se si njerëzit e përjetojnë. Ofendimi ka qenë permanent, lëndimi ka qenë permanent politik, po zgjedhja e tij, e ka zgjedhë me bo këtë politike në Kosovë me mendsinë e tij, me metodën e tij, përsa i blihet e shet. Ka nuk ka të bëjë vetëm me zotin Kurti, ka të bëjë edhe me përdej tij. Por ai ka lëndu njerëz, ka bo fundime kolektive në këtë republikë, mandej është mënu me arsyetu, por është zgjedhje, unë e kuptoj dhe duhet ta kuptojmë gjithë që fushata negative në politikë përdoret nga shumë lider, edhe kohëve të fundit fatkeqësisht populizmi edhe fushata negative në këto agenda është një trend që ka lënë edhe Kosovën. A i ka syta dhe LDK-ja sa është gjykata kushtetuese? Ne me thonë drejtë syti kemi në Kovend. Kovend mund të blokohet. Pse do duhej gjithmonë institucionet për te Kovendit me debloku situata tilla. Nuk ka zgjidhje politike me mjete tjera. Dhe nuk do të me prit shumë të tjeret me zgjedhë çështjet politike. Gjykata kushtetuese për mua është organ i respektuar, çdo vendim që sjellna nuk e diskutojmë, por nëse varemi për gjykatës kushtetuese me zgjidh gjitha problemet, edhe pse duhet me pas kryeministër, kryetari i gjykatës mundet me kry punë politike. Faleminderit shumë. Atëherë, Gjelza ndoqët edhe deklaratën e deputetit Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe siç edhe ndoqëm vazhdojnë të qëndrojnë tek një marrëveshje politike të cilën e shohin si zgjidhje të këtij ngërçi që është krijuar me mos konstituimin e kuvendit, por edhe institucioneve të tjera në vazhdimsi. Sigurisht kanë ardhur tashmë krerët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, e për dallim nga zotri Haziri, sigurisht që kreu i AK-s Ramush Haradinaj nuk dëshiroi të prononcohet derisa tha që nuk ka asgjë për të thënë. Zotri Limaj nuk e kemi parë teksa ka hyrë nga kjo hyrje, përveç se 2 deputetët e nisma socialdemokrate tashmë kanë arritur dhe janë futur në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës. Po, Alind, të falenderojmë për këtë paraqitje dhe sigurisht për gjitha informacionet. Kemi ndjekur të nderuar shikues deklaratën e nënkryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri me rastin e mos konstituimit apo zvarritjes së konstituimit të Kuvendit të Kosovës.
Do të shkojmë edhe një herë në kuvend, atje ku po jep deklarat në fakt edha, por do të lidhemi sigurisht me kolegen Elmina për të na treguar më shumë se çfarë tha deputetja e cila tha se ata që kanë bllokuar kuvendin e Kosovës janë lëvizja vetëvendosje, qëndrimet e tyre vazhdojnë të jenë të njëjta, pra të lidhjes demokratike të Kosovës. Ndërkohë kemi dëgjuar më herët edhe opinionin e deputetës Vlerta Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Bek Berisha i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Tanishmë shumica e deputetëve janë vendosur, kanë zënë ulset e tyre në sallën e seancave plenare, ku edhe pritet të filloj seanca e cila është dashur sipas kohës së rregullt të përcaktuar të nisë 15 minuta më herët, pra në orën 10:30. Do të jemi këtu për t'ju njoftuar më të rejat nga holli i kuvendit të Kosovës. Nuk e di nëse mund të më dëgjosh akoma, por ajo çfarë desha të pyes është a kanë filluar të vinë dhe deputetët e partisë fituese të lëvizjes vetëvendosje, apo janë të pranishëm vetëm deputetët e opozitës? Jo, Dilza, deri më tani në sallën e seancave plenare nuk kanë shkuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Ata si rëndom mblidhen fillimisht në sallën e tyre, pra në sallën e lëvizjes vetëvendosje, në zyrat e tyre këtu brenda kuvendit të Kosovës, dhe do të shohim pas, do t'i shohim këtu pra kur të vinë dhe do të provojmë që të marrim një opinion edhe nga ta se çfarë do të ndodhë sot në seancën, e cila pritet të mbahet pra për të 25 herë për konstituimin e plot të kuvendit të Kosovës. Do të shohim nëse lëvizja vetëvendosje do të hedhë në votim sërish emrin e Albulina Haxhiut, apo kryesuesi Avni Dehari do të sjell para deputetëve, do të kërkoj antar për komisionin për votim të fshet, i cili pra po tentohet 16 herë radhazi. Kjo do të jetë, nëse sërish do të ndodhe njëjta gjë, do të jetë hera e 17 që kryesuesi i seancës Avni Dehari, i cili është nga lëvizja vetëvendosje si deputeti më i vjetër që udhëheq këtë seancë, pra do të shohim nëse do të kërkoj sërish antar për komision për votim të fshet, apo do të shkohet me emrin Albulina Haxhiut, apo do të ndodhë ndonjë befasi. Ne jemi këtu për të njoftuar se çfarë do të ndodhë në kohë reale në hollin e kuvendit të Kosovës, e po ashtu edhe nga salla e seancave plenare, pra ku pritet që çdo moment të fillojë kjo seancë. Djelza, ke ndonjë pyetje shtesë? Jo, Elmin, tani për tani faleminderit për gjitha informacionet edhe për punën atje. Do t'jemi bashkë sërish sa po të kemi diçka të re, apo sa po të shohim ndonjë lëvizje për të hyrë në sallën e kuvendit edhe deputetët nga partia fituese lëvizja vetëvendosje. Të nderuar shikues, jemi në transmetim të drejt për drejt të pamjeve, pra të drejt për drejta të kuvendit, me rastin e tentimit apo përpjekjes së 25 me radhë për konstituimin e kuvendit. Pra 25 herë deri më tash deputetët kanë tentuar të konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, por 24 herë tashmë kanë dështuar ta bëjnë këtë, sepse realisht qëndrimet e partive opozitare dhe partisë fituese të lëvizjes vetëvendosje janë të qarta, nuk kanë ndryshuar qysh nga fillimi. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të jetë apo të qëndroj besnik ndaj emrit të deputetës Albulina Haxhiu për pozitën e kryetarës së kuvendit, ndërkohë partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës janë me qëndrime të njëjta. Partia Demokratike e Kosovës nuk e pranon emrin e deputetës Albulina Haxhiu për kryetare të kuvendit, duke lënë hapësirë të reflektoj, siç ka thënë deputetja Vlora Qitaku, lëvizja vetëvendosje, mbase me ndonjë emër tjetër të partisë fituese, do të mund të ndryshonin edhe ata qëndrim. Ndryshe, do të vazhdojnë të qëndrojnë dhe do të vazhdojnë të mos e votojnë, të mos të mos bëhen pjesë realisht e konstituimit të kuvendit. Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë po ashtu pak a shumë me të njëjtin qëndrim, duke thënë që me emrin Albulina Haxhiu
nuk janë dakord dhe nuk kanë vot për të, mirë po për ndonjë emër tjetër do të mund të uleshin dhe të bisedojnë edhe sigurisht të gjejnë ndonjë kompromis për këtë. E Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë e qartë qysh nga fillimi, duke thënë që nuk kanë problem me ndonjë pra nuk kanë realisht problem me emër të përveçëm. Ata janë kundër votimit për konstituimin e kuvendit nga partia fituese Lëvizja Vetëvendosje dhe janë të mendimit që partia fituese Lëvizja Vetëvendosje duhet ta krijojë këtë, duhet t'i gjejë numrat dhe që ashtu siç tha edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, ata nuk janë patejicë për deblokimin e kuvendit të Kosovës. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga hyrja apo holli i kuvendit të Republikës së Kosovës. Mediat sigurisht po e bëjnë punën e tyre, janë prezent aty për të kuptuar gjithmonë më shumë se çfarë pritet të ndodhë, se çfarë po ndodh në kuvendin e Kosovës. Si të shihet, vetëm deputetët e partive opozitare janë në salë, pra deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që sigurisht presim që edhe deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje të vinë në salën e kuvendit, të zëjnë vendet e tyre e sigurisht të bëhet edhe përpjekja e 25 për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Shohim deputetët nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje që po shkojnë mbase në salën e kuvendit të Kosovës e rrjedhimisht presim që për pak qaste mbase edhe të filloj seansa me kryesuesin e kësaj seanses, deputetin më të vjetër Avni Dehari, i cili do të jetë si kryesues i seansës edhe do të udhëheq në këtë rast seansën e kuvendit të Kosovës. Derisa kuvendi apo seansa të filloj, ne do të jemi me pamje të drejtë për drejta, sigurisht, edhe do të tregojmë se çfarë pak a shumë se cilat ishin qëndrimet e deputetëve, emrave të përveçëm të deputetëve si të partisë fituese, si të partive opozitare rreth konstituimit të kuvendit. Artana Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje kishte thënë një ditë më parë që do ta kontaktojmë secilin deputet që nuk e ka humbur arsyen. Ai kishte thënë që ne jemi në diskutim me nismën për të gjitha temat, do të vazhdojmë të dëgjojmë kërkesat dhe mendimet e tyre dhe pastaj ato do t'i diskutojmë në forumet tona, ka thënë Abrashi, ndërkohë që Vlora Qitaku kishte thënë të nderuar shikues, shkojmë në hollin e kuvendit ku po jep deklaratë dhe fitore Pacolli. Lëvizja Vetëvendosje apo si do të rrjedhë seanca e sotme? A do të propozohet sërish komisioni apo mund të presim ndonjë befasi? Po, do të propozohet përsëri komisioni, sepse kjo mendoj që besoj që është 17 herë që hedhëm votim për formimin e komisionit, më nuk të kemi të bëjmë me zgjedhjen e kryetarit, por fillimisht kemi të bëjmë me formimin e komisionit dhe procedurën e votimit. Pastaj e hedhim në votim edhe për kandidatin për kryetar. Partit tjera po thojnë se Lëvizja Vetëvendosje po e bllokon kuvendin duke sjellë këtë komision, derisa e kanë vlerësuar në një farë forme si arsyetim për të mos dështuar emri Albulena Haxhiut për të 25 herë radhazi, thonë se e keni futur këtë pikë të rendit të ditës që të mos përmendet më emri Albulena Haxhiu si dështim, pra për të 24 herë. Si që ndonë kjo? Aktvendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 na tregon qartë që deputetët duhet të vendosin që të zgjedhin mënyrën për me zgjedh kryetarin. Dhe në këtë rast, aktvendimi jep dy mundësi të votimit, votimin e hapur dhe votimin e mbyllur. Përderisa votimi i hapur ka përfunduar pa rezultat, ne kemi propozuar që të shkojmë me votimin e fshehtë në mënyrë që zgjedhim kryetarin e kuvendit. Kjo është formë lejuar, është edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, prandaj edhe duhet të respektohet dhe duhet votojmë për komisionin edhe pastaj të shohim a kemi votat për kryetar apo jo. Faleminderit shumë.
Atëherë djelza ishte ky pra edhe opinioni i deputetës nga Lëvizja Vetëvendosje Fitore Pasolli, e cila e vlerësoi të drejtë komisionin për votim të fshehtë, për të cilin thasë edhe sot do të hedhet do të kërkohet nga deputetët nga partitë politike që të propozojnë antarët për këtë komision. Djelza kaq sa i përket kësaj bindje, siç e dëgjoni edhe ju me siguri zilja po bie, për t'i ftuar të gjithë deputetët në sallën e seancave plenare, cila seanca e nisur më 15 prill, pra pritet të fillojë tani nga çasti në çast, pasi edhe deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, partisë fituese të zgjedhjeve të nënshkurtit, tani më janë vendosur në sallën e seancave plenare. Kemi edhe disa deputetë të cilët po vazhdojnë për në sallën e seancave plenare dhe gjithçka pritet të nisë sërish. Me aq çfarë kemi dëgjuar, me qëndrime të prera të partive politike, si nga partia fituese Lëvizja Vetëvendosje, nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, me shumë gjast do të kemi pra skenarin e njëjtë, pasi që sipas tyre Lëvizja Vetëvendosje këmbgul në komision të fshehtë, pra për formimin e komisionit të fshehtë, ndërkaq partitë tjera e kundërshtojnë dhe qëndrimet e tyre janë të prera se nuk e votojnë, nuk marrin pjesë fare pra në këtë votim. Do të shohim se si do të ecë seanca e nisur më 15 prill, pra tentimi i 25 për konstituimin e plotë të Kuvendit të Kosovës. Nëse nuk ke ndonjë pyetje, unë ta kthej në studio. Ne falenderojmë edhe për këtë paraqitje. Sigurisht jemi le themi në çastet e fundit ku po presim të fillojë seanca për konstituimin e kuvendit me deputetët e të gjitha partive brenda. Do t'jemi këtu për t'ju lënë sigurisht me pamje të drejtë për drejta të kësaj seance në tentimin e 25 me radhë për konstituimin e kuvendit. Praktikisht qëndrimet e të gjitha partive dihen, por që seancat janë të parapara të mbahen çdo 48 orë në përpjekje për konstituimin e kuvendit. Seanca për ditën e sotme ishte parapara të mbahej në orën 10:30, ndërkohë që ne jemi tani në 10:58, pra me disa minuta vonesë, sigurisht jemi në përpjekje edhe në tentimin për të filluar kjo seancë e kuvendit të Republikës së Kosovës. Ajo çfarë ne mund të themi është që të gjitha partitë politike në vendin tonë i kanë qëndrimet e qarta rreth kësaj çështjeje, por le të themi që çështja e votimit të fshehtë atëherë dëgjojmë edhe fjalën e deputetit më të vjetër Avni Dehari, duke bërë thirrje deputetëve që të rihatohen në vendet e tyre edhe kësaj rrjedhimisht të fillojë edhe seanca për ditën e sotme. Do t'ju lëmë pamje të drejtë për drejta, të shohim se çfarë po ndodh, e ne do të jemi këtu në studio për të kuptuar gjithmonë në kohë reale gjithë ecurinë e seancës së sotme.
Ndërruar shikues, jemi me pamje të drejtë për drejta nga seanca apo nga salla e Kuvendit të Kosovës. Shohim që të gjithë deputetët e partive politike në vend janë në sallë, janë të pranishëm. Për pak çaste sigurisht presim edhe që seanca të filloj edhe Kuvendi të bëj punën e vet me tentimin e 25 me radhë për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në të kundërtën, nëse nuk konstituohet ky kuvend, ky do t'jetë dështimi 25 i konstituimit kuvendit të Kosovës. Kthehemi në kohë kur kishte filluar çështja e votimit të fshehtë, ndëruar shikues, i cili kjo çështja e votimit të fshehtë është propozuar me datën 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara lëvizjet vetëvendosje për kryetarët e kuvendit Albulin Haxhiu, nuk arriti në disa votime t'i merrte 61 votat e nevojshme. Të nderuar deputet, dëgjojmë fjalën e kryesuesit të seancës Avni Dehari, i rrjedhimisht ka filluar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, fillon me pamje të drejtë për drejta. Andaj mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dhe 31 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar për 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, ndërpritet seanca më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri. Të ndëruar shikues, ashtu siç po e shohim me pamje të drejtë për drejta, seanca e ditës së sotme apo tentativa, apo përpjekja 25 me radhë e Kuvendit e Deputetëve e Kuvendit Republikës Kosovës ka dështuar në konstituimin e saj, sepse nuk partitë opozitare nuk pranuan të propozojnë antarët e komisionit për votim të fshehtë, edhe sigurisht nuk pati votat mjaftueshme, ishin 51 deputet për, 1 kundër, asnjë abstenim, nuk kishte quorum, ashtu siç tha deputeti më i vjetër nga radha televizës dhe vendosje Avni Dehari, dhe kësaj dështoi edhe sot përpjekja 25 e konstituimit Kuvendit. Tash me njerë presim edhe deklaratat e deputetëve, shohem deputetën Vlora Qitaku me një adresim të ndaj medjave. Të rrezikshme për vendin, ekonomia kosovare po dëmtohet dhe po rrezikohet, 140.000 punëtor
po rrezikohen, familjet tona po rrezikohen, e në ndërkohë kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Faleminderit shumë. Ndoqëm kështu edhe deklaratën e deputetës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Dora Qitaku, me njerë pas dështimit 25 të konstituimit të kuvendit. Ajo bëri thirrje sigurisht për reflektim të partisë fituese Lëvizjes dhe Vendosje, për deblokim, le themi, edhe për konstituim të kuvendit të Kosovës. Presim sigurisht që edhe ndonjë deputet, si nga partitë opozitare, ashtu edhe nga partia fituese Lëvizja dhe Vendosje, ti adresohet medjeve pas dështimit të seansës konstituive të kuvendit të Kosovës. Seansë kjo që do të përsëritet apo do të mbahet pas 28 orëve, apo më saktësisht do të mbahet të mërkurën mbase nga ora 11, 10:30, është paka shumë orari kur deputetët vendosin që të mbahet seansa për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Kanë qenë këto, kemi qenë pra me pamje të drejt për drejta, kanë qenë këto deklaratat e deputetëve të partive opozitare dhe partisë fituese të Lëvizjes dhe Vendosje në lidhje me konstituimin apo mos konstituimin më saktësisht të kuvendit të Republikës së Kosovës. Seansa e ditës së sotme dështoi në përpjekjen e saj të 25 me radhë, sepse partitë opozitare, ashtu si rëndëm, nuk pranuan të propozojnë antarët e komisionit për votim të fshehtë. Ata realisht qysh nga fillimi i këtij transmetimi të drejt për drejt, pam që deklaratat e deputetëve të partive opozitare ishin të qarta dhe realisht nuk kishin ndryshuar, ashtu siç nuk kishte ndryshuar dhe Lëvizja dhe Vendosje për qëndrimin e saj në lidhje me pozitën për kryetare të kuvendit të Kosovës dhe emrin e deputetës Albulina Haxhiu. Pra ata nuk pranojnë të ndarojnë emrin si parti fituese, vendosin ata se kush do t'jetë për pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës kishte thënë që Lëvizja dhe Vendosje si partia fituese e ka të drejtën ekskluzive në çfarëdo forme të arriti bëj numrat edhe të konstituoj kuvendin e Republikës së Kosovës, e më pas edhe qeverinë dhe institucionet e tjera, ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës kishte thënë që mbase për një emër tjetër të deputetëve që janë mjaftueshëm, do të mund të bënin kompromis, do të mund të bënin një marrëveshje, le të themi, politike, edhe të arrihet edhe të bëhet konstituimi i kuvendit, ndërkohë që edhe Alianca për Ardhurimin e Kosovës ishte e qartë në qëndrimin e saj. Pra, praktikisht qëndrimet e partive opozitare në vendin tonë nuk ka ndryshuar qysh nga fillimi, kur kemi filluar të kemi seansa për konstituimin e kuvendit, ashtu siç nuk ka ndryshuar dhe qëndrimi dhe emri për kryetarët e kuvendit nga radhët e partisë fituese të Lëvizjes dhe Vendosje me emrin e Albulina Haxhiut, që deputetët e partive opozitare apo partitë opozitare nuk e pranojnë emrin e deputetës Albulina Haxhiu për kryetare të kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk e di nëse mund të presim edhe ndonjë deklarat të deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës me njerë pas dështimit 25 me radhë të konstituimit të kuvendit, megjithse realisht kemi qenë gjithmonë drejt për drejt me pamje të drejt për drejta dhe në përcjellje të seansave për konstituimin e kuvendit dhe ajo që është thënë gjithmonë nga deputetët, është thënë edhe sot edhe besoj që do thuhet edhe në ditët në vazhdim. Pra, qëndrimet janë të njëjta, nuk ka ndryshuar asgjë e çështja e votimit të fshehtë, e cila është propozuar realisht me datën
një maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari. Për kryetarët e kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme, prandaj kjo formë e votimit të fshehtë pastaj është propozuar nga lëvizja vetëvendosje me qëllimin që secili deputet të mund të votojë praktikisht pa qëndrimin e përbashkët të partive opozitare. Gati 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve me datën 9 shkort dhe më shumë se 2 muaj nga certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me datën 27 mars, partitë politike kanë vazhduar betejën e fajësimit ndaj njëra tjetrës. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga holli i kuvendit, aty ku sigurisht mediat po e bëjnë punën e tyre dhe janë në përcjellje të seancës apo të ndonjë deklarate eventuale të ndonjë deputeti të Kuvendit të Kosovës, por që duket sikur gjithçka është e ditur tani më dhe nuk e di nga regjia Julius të ma bëjnë me dije nëse do të mund të kemi ndonjë deklarat apo ndonjë lidhje të drejt për drejt, ndërkohë që mund të presim edhe për pak qaste ndonjë deklarat të deputetëve nga partitë opozitare apo edhe nga lëvizja vetëvendosje, sigurisht do të mund të ketë ndonjë deklarat nga ta, por që sot 51 deputet votuan pro, një ishte kundër dhe nuk pati asnjë abstenim, rrjedhimisht i bie që nuk ka pasur edhe quorum për mbajtjen e seancës apo për vazhdimin e seancës në përpjekjen për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Do të shkojmë në hollin e Kuvendit, atje ku ka deklarata. A jemi gati për kërkesë? Sot pra dështoj për të 17 herë me radhë votimi për formimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshehtë për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit. Pra për 17 herë radhazi, partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë në votim me arsyetimin që problemi është tek Albulena Haxhiu, tek emri i cili është propozuar nga lëvizja vetëvendosje, ndërkohë që po të kishte qenë ky problemi, ata do ta kishin bërë të mundur, pra do të kishin bërë shumë mirë nëse do ta votonin komisionin për mundësimin e votimit të fshehtë, dhe ndërkohë që me procedurën e votimit të fshehtë do të mund ta shfrytëzonin të drejtën për të mos votuar pro kandidates që është propozuar nga lëvizja vetëvendosje, pra nga partia fituese zgjedhjeve të nënshkutit. Pra po e shohim që e kanë të njëjtin argument që po e përdorin vazhdueshëm për të njëjtën arsye për të vazhduar edhe më tej blokadën në Kuvendin e Republikës Kosovës, ndërkohë që ne si vetëvendosje në vazhdimsi kemi thënë që ky është qëllimi i partive opozitare në Kuvend, pra vazhdimi i blokadës dhe pamundësimi konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, duke mos marrë pjesë madje për 17 herë radhazi as në votimin për të krijuar një komision i cili e lejon procedurën e fshehtë. Pra është një procedurë cilës do duhet i nënshtrohej secili deputet në Kuvend Kosovës me votë, ndërkohë që i kemi një numër të deputetëve të cilët nuk marrin pjesë fare në votim, dhe kjo madje është edhe shkelje e vetë kushtetutës, sepse jemi të qartë në atë çfarë kushtetuta kërkon prej deputetëve kur jemi në procedurën e votimit për konstituim të Kuvendit. Pra ne si lëvizja vetëvendosje kemi kryer obligimin ton duke propozuar emrin e kandidatit qysh në seancën e parë kur na është dhënë mundësia ta bëjmë një gjë të tillë, ndërkohë që jemi këtu prezent vazhdimisht për kaq shumë seanca radhazi për të votuar pro dhe për të mundësuar këtë procedurë të ecë përpara, ndërkohë që për 17 herë radhazi kemi të njëjtit deputet të partive politike opozitare në Kuvendin e Kosovës, cilët nuk marrin pjesë fare as në votimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshehtë. Pra, sikur të kishte qenë problemi me emrin e kandidatit siç ata janë deklaruar për kaq shumë seanca radhazi, thjesht do ta kishin mundsuar votimin e fshehtë dhe do ta kishin shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar kundër këtij kandidati që është propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Por sigurisht qëllimi është që të vazhdojë dhe më tej blokada dhe ata po e shfrytëzojnë këtë duke mos marrë pjesë fare në votim. Ndërkohë që më lejoni ta përmend edhe një tjetër fakt, një tjetër gjë shumë të rëndësishme, pra po ashtu sot janë bërë 3 javë që kur
një grup I deputetëve të Kuvendit Kosovës ka dërguar një kërkesë në gjykatën kushtetuese për të interpretuar pikërisht çështjen e procedurës së votimit të fshehtë, ndërkohë që ne mbesim ende sot pa një përgjigje prej gjykatës kushtetuese për atë se si duhet vazhdojnë tutje deputetët e Kuvendit Kosovës dhe po të njëjtën kohë jemi po ashtu në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese për një kërkesë që ka dërguar Lëvizja Vetëvendosje që ndërlidhet me votimin e mërgatës zgjedhjeve të nënshkutit. Pra I kemi dy kërkesa cilat po presin përgjigje për tu trajtuar për gjykatës kushtetuese, ndërkohë që në anën tjetër I kemi një numër të deputetëve cilët për 17 herë radhazi nuk marrin pjesë fare në votim dhe pa mundsojnë krijimin e komisionit për të ecë përpara me procedurën e votimit të fshehtë. Faleminderit shumë. Ne jemi bazuar në atë çfarë një akt vendimi gjykatës kushtetuese ka thënë në vitin 2014, pra që ka ofruar mundësinë e votimit të fshehtë dhe nuk besoj që kemi bërë një veprim të jashtëligjshëm. Megjithatë ne po presim përgjigjen e gjykatës kushtetuese për të na treguar se si do të vazhdojmë tutje, a do të vazhdojmë me procedurën e votimit të fshehtë apo do të kthehemi në procedurën e votimit të hapur. Vetëm unë po mendoj që nëse gjykata kushtetuese do të thotë që të vazhdojmë tutje me votimin e fshehtë, atëherë po mendoj që këtu do ta kemi një shpërfaqe të radhës të partive opozitare të cilat po e bllokojnë konstituimin e kuvendit pikërisht duke mos e mundsuar votimin e fshehtë, sepse ne jemi në të drejtën tonë duke shfrytzuar pikërisht një të drejtë që e ka ofruar një akt vendimi gjykatës kushtetuese në një situatë tjetër në të kaluarën, pra për mundësinë e shfrytëzimit edhe të votimit të fshehtë dhe po besoj që kështu s'kemi duke bërë diçka të jashtëligjshme. Ju punoni në gjykatën kushtetuese që po e dini si do të thotë gjykata kushtetuese? Do me thonë ne jemi në pritje të përgjigjes së gjykatës kushtetuese. Unë nuk jam e sigurt nëse do të thotë kështu apo nëse do të thotë ashtu, sepse unë nuk e përfaqësoj gjykatën kushtetuese dhe jam shumë e sigurt që asnjëri prej neve këtu nuk e përfaqëson gjykatën kushtetuese dhe nuk mund të flasim me kaq siguri që gjykata kushtetuese nuk do ta thotë këtë por do ta thotë këtë. Do ta presim vendimin dhe do të veprojmë bazë të asaj çfarë do të kërkohet nga vendimi I gjykatës kushtetuese. Faleminderit. Ndërkohë shikues, kemi ndjekur kështu edhe deklaratën me njerë pas dështimit të seancës të deputetës nga Rada Televizijës Vetëvendosje Arbresh Kreziu Hyseni, sigurisht duke akuzuar partitë opozitare në vend për bllokimin e konstituimit të kuvendit. Do të shkojmë tek kolegja Arlind Sejda, e cila vazhdon të jetë në hyrje të Kuvendit të Kosovës. Arlind, përshëndetje, cilat janë trejat që mund të thuash? Në fakt në dalje nga ndërprerja e kësaj seance ka folur Albulina Gjiu që vazhdon të jetë emër I kandiduar për kryeparlamentare nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila tha se partitë opozitare të deri tanishme po vazhdojnë ta krijojnë bllokadën për mos konstituimin e kuvendit sipas saj. Ajo vazhdoi tutje duke theksuar se kushtetuesja dhe opinioni I saj mund të hapë rrugë sa I përket këtij procesi, do të thotë hapjes rrugë të votimit për kryeparlamentar, derisa vlerësoj se kushtetuesja do ta mbështetë këtë proces gjithmonë sipas Haxhiut, derisa u kthye mbrapa duke komentuar edhe deklaratat e deri tanishme sa I përket asaj vetë personalisht, teksa theksoj se gjuha seksiste që është përdorur shumë prej herave nuk korespondon me karrierën e saj politike. Ajo tha se vazhdon të insistoj
që ky proces është në të drejtën e vetë, por që opinioni dhe leximi i kushtetuesës sipas Haxhiut do të hapë rrugë për zhbllokim dhe pastaj për të shkuar tutje sa i përket qoftë këtij formimi të komisionit të fshehtë që është propozuar nga lëvizja vetëvendosje e që sipas tyre do t'i hapte rrugë pastaj votimit për kandidatin për kryeparlamentar në Kuvendin e Kosovës e që vazhdon të jetë vetë zonja Haxhiu. Deri tash pothuajse të gjithë liderët e partive politike të opozitës deri tanishme kanë dalë nga kjo hyrje. Kemi parë dhe deputet të tjerë që shfrytëzojnë po të njëjtën hyrje pas përfundimit të seancës kanë lënë Kuvendin e Kosovës. Sigurisht do të ketë deklarata në hollin e Kuvendit, ndërsa nga këtu ju përshëndes për t'u takuar përsëri pas 2 ditësh. Alind, të faleminderit për të gjitha informacionet që na i solli për këtë transmetim të drejt për drejt të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit edhe Elmina për të gjitha informacionet nga brenda Kuvendit të Kosovës, duke realizuar kështu edhe intervista e duke marrë deklarata të deputetëve të partive opozitare, të partisë fituese me rastin e tentativës apo përpjekjes së 25 me radhë të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Nderuar shikues, kemi qenë për më shumë se 1 orë realisht në transmetim të drejt për drejt të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kemi ndjekur kështu gjitha deklaratat e deputetëve. Ka dështuar të bëhet konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës për herën 25 me radhë. Ne do të takohemi sigurisht me transmetimet të tjera të drejt për drejt, apo më saktësisht do të takohemi të mërkurën me transmetim të drejt për drejt, kur edhe do të mbahet seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim.